Basha përgjegjës për 21 janarin, Meta thot po, Berisha thot jo. Tani, për sa i përket përgjegjësisë, nuk kam, do më thënë, një skenarë aty i dhunshëm, i pari i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, kështu që nuk di ndonjë përgjegjësi për çfarë thot Meta për... Por atëherë, kush po i fshihet 21 janarit? Se çfarë dini Ilir Meta, sigurisht mund të di, nuk them se ka qenë zëvendës kryeministër, Sali Berisha kryeministër. I ishte kërkuar nga drejtori Priftit që të emëronte një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe ka një regjistrim. Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po të dalish nga dera e zyrës ime. Nxirre. Kjo është e vërteta, kur. Nuk merr dot më kushpek. Se çfarë kishte në videon e Dritan Priftit, e çfarë ndodhi më pas, e di vetëm Meta dhe Berisha, por e vërteta shpesh del kur mbaron romanca e shpallet divorci. Zoti Berisha nuk e jap dy herë dorëheqjen për shkëlzen Berishën, po deshe për ty bëj çdo gjë. Për Zeni një herë kam dhënë dorëheqjen. Për Zeni dhe për Dritan Priftin, apo jo? Ai se të kërcënon ty Dritani me videot e Zenit e bashkë me Tomën, kjo është çështje tjetër, nuk është çështje ime, të lutem shumë. Për 700.000 euro dhe dorëheqjen herën e parë. Jo më jo e dhash për shkëlzenit unë dorëheqjen. Se shkëlzeni ishte në videot e Dritan Priftit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko çam ka bërë ky budallaj. Po. Por tani në romancën e re opozitare, doktori e bëri një pas. Tha se si ai edhe Ilir Meta për 21 janarin janë bashkë pa faj. Edi Rama dhe Filip Çakulli marrin fjalë me copy-paste copy-paste me 28 herë në video dhe nxjerrin sikur Ilir Meta i ka thënë se na ka dhënë kemi marrë 700.000 euro. Cili do që do të hetojë këtë çështje e ka të qartë se kjo ishte pjesë e skenarit të dhunës me 21 janar. Nga datën 14 apo 15 janar, pra para 21 janarit, ka ardhur në zyrën time dhe më ka thënë unë do jap dorëheqjen. Ishin standardet tjera, ato jo standardet e Ramaduros. Sa për Bashën doktori ka drejt, ai ende dhe sot e ka kompleks të pranoj pavarësinë e tij në opozit, jo më në qeveri, por sa për vetë Berishën dhe djalin e tij, Meta ka premtuar se bën çdo gjë për doktorin, vetëm se kësaj radhe nuk dihet çfarë do i fal, koalicionin e lirisë apo të qelisë.